Po qarkullojnë lajme që je kthyer, thot, në fenë katolike. A është e vërtet? Ne si musliman jetojmë në paqe me jo muslimanët. Islami na mëson të sillemi mirë me ta, të bëjmë mirë atyre, të vizitojmë kur janë sëmurë, të lutemi për udhëzimin e tyre. E përsa i përket lajmit që ai je kthyer në fenë katolike, unë kam lindur musliman, jam rritur si musliman, vazhdoj të jem musliman dhe e lusë Allahun e lartësuar që të jetoj e të ndëroj jetë kur ta ketë shkruajti madhi Zot si musliman. Këtë besim, pra Islamin, e ka pas edhe Isai alayhis salam. Ai ka besuar Allahun e lartësuar një të vetëm, ka ftuar që të adhurohet Allahu i lartësuar një i vetëm, pa i bor atij shok në adhurim. Isai alayhis salam nuk ka besuar tre zota, nuk e ka besuar trinin. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thot në një hadith, siç kuptohet prej hadithit, kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, dëshmon se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, dëshmon se Isai është rob i Zotit, biri i robreshës Allahut, është fjalë, pra është krijuar me urdhrin, me fjalën e Zotit, pra bohu dhe ajo është krijuar. Është shpirt i krijuar nga Zoti, pra sepse krijimi i Isait alayhis salam ishte një mrekulli, u lind pa baba. Dhe dëshmon pra se xheneti është hak dhe xhehenemi është hak. Këtë njeri e fut Allahu i lartësuar në xhenet, pra nga të tetat dyert, pra nga cilat derë, 8 dyerve të xhenetit ky do. Kështu kuptohet prej hadithit profetit alayhis salam. Prandaj unë ftoj çdo njërin që nëse do xhenetin, do të jesh në xhenet me profetet e Zotit alayhis salam, të jesh në xhenet me Isain alayhis salam, të jesh në xhenet me Muhammedin alayhis salam, me e thonë shahadetin me bindje të plot. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam abdullahi wa rasuluhu. Me e thonë me bindje të plot se ka botë tjetër, pra ka xhennet, ka xhehenem, hyn xhennet. Allahu na mundësoft xhennetin. Allahu na mundësoft me jetu si musliman, me ndëru jetë si musliman, duke qenë Zoti i gjithësisë i kënaqur me ne. Amin.